يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa taala në vazhdimin e ajeteve të surës Al-Imran: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. Nëse të kundërshtojnë, të polemizojnë ehlul kitabi ose të tjerët, thuj atyre, une e kom drejtue fytyrën time ka Allah subhanahu wa taala dhe jam me besimtarët të cilët e besojnë librin e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa qul lil ladhina utul kitab, thuaj ehlul kitabve, jahudive dhe krishterëve, wal ummiyin, edhe mushrikve, e aslamtum, a dalim ju nënshtrua Allah subhanahu wa taala. Fa in aslamu faqad ihtadaw, nëse i nënshtrojnë Allah subhanahu wa taala, ata udhëzohen në rrugën e drejtë. Wa in tawallaw fa innama alayka al balagh, nëse nuk e pranojnë, te ki për detyrë vetëm me ua komunikua shpalljen. Wallahu basirun bil ibad, Allah subhanahu wa taala është që i shef veprat edhe robrit e vet. Innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah, ata cilët i mohojnë argumentet e Allahut, wa yaqtuluna nabiyina bighayri haqq, edhe i vrasin pejgambert pa të drejtë, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas, edhe i mbysin të zgjedhërit e muslimanëve, të cilët i udhëheqin muslimanët, febashirhum bi adhabin elim, përgëzoj ata ose lajmëroj ata se ka dënim i dhëmshëm. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, atyre u kanë humb veprat e tyre në dunja dhe në ahiret. Wa ma lahum min nasirin, ata nuk ka kush me ju ndihmue në ditën e kiametit. Kjo është përkthimi i ajeteve, kurse komenti i ajeteve fe in hajuk, nëse të kundërshtojnë ty o Muhammed, nëse të polemizojnë ty o Muhammed, se polemizimi, kundërshtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nxjerr pi feje. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mund është vetëm me pyet nëse se ki kuptue. Më thonë ai dërguari i Allahut i thotë që shto mirë pa unë e kum pa me pyet. Ama me i thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ti çapo thua kjo nuk është ashtu, kjo çet pe feje më herë. Fen hajuk, nëse ose kur ata ahlul kitabi edhe mushrikët polemizojnë me ty o Muhammed, fekull, aty në këtheja kështu: aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Për mua të vlefshëm janë vetëm Allah dhe ata të cilët më pasojnë mu, muslimanët. Këtë rast ju jam i distancuar për juve. Kjo është largimi prej mushrikëve, largimi prej pabesimtarëve. Apo polemizoni ju rreth fjalës së Allahut e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po unë jam larg për juve. Sen si kam juve heq, unë veç jem drejtu ka Allahu, edhe vllazni e shok e miq i kam vetëm ata të cilët e pasojnë librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është kuptimi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala: innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun, miqtë juaj janë vetëm Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët. Dhe kemi përmenë se kushdo që ka mik tjetër përveç këtyre treve është kafir.
për shkak se nuk lejohet miqësimi me ata të cilët nuk janë besimtarë. Kurse miqësi u eli, kemi thonë janë ata të cilëve ua beson të msheftat, sekretet. Kushdo që ua beson sekretet dikujt tjetër përveç Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe muslimanve, ajo është kafir. Wa man yatawallahum minkum fa huwa minhum. Kushdo që i miqëson ata për juve, edhe ai është sikur ata. Inna Allah jami'u al-munafiqina wal-kafirina fi jahannam jami'a, dhe në ahiret ka më konë bashkë me ta. Kushdo që të polemizon, të kundërshton në librin e Allah dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë është fjala jo neve, se neve mundet më na kundërshtua dhe më na polemizu kushdo që quhet më herët. Se fjalët e tona nuk janë argument. Por nuk mundet me polemizu librin e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushdo që na polemizon neve në librin e Allah dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kthimi pasi që tu asqarojmë të vërtetën është me thonë se ne distancohemi edhe largohemi për juve, se na me juve s'kemi të përbashkët kur gjo, se na kemi qëtër udhë, na e kemi drejtu Allahut edhe miqtë e tanë janë muslimanët. Wa kulli alladhina utul kitab, thuaj krishterëve dhe jahudive, atyre që kanë pas libër përpara, wal ummiyyin, edhe atyre analfabetëve, kështu i ka quajtur Allahu mushrik, e eslemtum, a doni me pranu islamin. Për ta me folë me ata cilët janë pabesimtarë, së është gjuna. Me thirë ata në fejë nuk është gjuna, jo që së është gjuna, po është sevap. Gjatë thirës ki mu taku me ta, ki mu folë me ta, ki mu ullë me ta, ki mu nuk bon ndryshe. Dhe të gjitha këto janë halal. Me gjithë se cilin ne flasemi dhe ulemi. Mrena kornizave që kemi me folë për librin e Allahut së sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ulja me ta, ajo që na lidh për çështje të davetit, ajo nuk na bën neve me ta miq, se ata s'janë miqtë tonë. As grupet të devijuara, as një nuk janë të dashurit e tanë të menhegjit. A ulmi me ta, ulmi. A flasmi me ta, flasmi. A ja paraqesmi argumentet, ja paraqesmi. Por ata nuk e zonë kur venën atyre të cilët qëndrojnë, kanë qëndru dhe vazhdojnë të qëndrojnë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah subhanahu wa taala jo që ka bë dallim, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo që ka bë dallim tek trajtimi i muslimanëve të cilët kanë qëndruar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe atyre të cilët kanë mendime të krymbura, por Allah subhanahu wa taala ka dalluar sahabët mes veti. Nuk janë të barabartë ata të cilët e kanë pranuar Islamin para shtirimit të Mekës dhe ata që kanë shtiruar pas shtirimit të Mekës. Janë barabartë, o sahabian pa veç këta, ti këta kanë ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë ndihmuar këta pejgamberin sa më ju keni luftu. Kur e kanë mbrojtur këta ju e keni gjujt. Fondin e bo muslimon, më shqyqyr që jeni bo, alhamdulillah, mos jeni barabar, se hinë gjëna njeri mi bo barabar këta. Të konë musliman, të konë të gjithë sahabet, të konë të gjithë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk i ka trajtu njëjtë. Se s'janë të njëjtë, këta kanë vlera më shumë. S'monët më barazu kërkush me Ebu Bekrin, me Omerin, me Othmanin, me Aliun që kanë qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ditës parë, ma ata që kur është një ru Mekja ty edhe do s'kanë pas kam jamojt. Kanë hi në Islamani, alhamdulillah që kanë hi, ama pash nuk bashti, se pa dhe të gjona për para. Shme dit pak vetën, shme dit ku ke gabu. Sa që Khalid ibn Walidi, Allah subhanahu wa ta'ala pas më shëru, kur e ka pranu Islamin, o ull edhe ka qajt, e ka dash me thy shpatën e ti, e thonë për shkak se me këta kom vra shumë musliman. Ka me se më ka thonë, jo, tash du të me lak nena, qysh me thyje? Tesh tash bu në zarar, tash pëthej. Jo, tash këthyje zarar në nena. Edhe njerëzit të cilët
kanë qenë në devijim mrena islamit, por e kanë kuptuar, kanë hinë sunetin e pejgamberit sa zonë. Mirë, veç tash sa ke le atëre kundra e sunetit, tash dush me mbrojt qatë shumë këta. Dush me la zarari që e ke bo. Edhe në kufrën pas qenë, ka bo zarar shumë, kur ti në islam, do të me kontribu shumë, për me bo një farë barazime. U këshë Allah subhanahu wa ta'ala pas me shërua, e ka vra Hamzën, duke qenë mushrik. Edhe në gjarën e dini, në betejën e Uhudit. Pastaj ka pranu islamin, mënyra që ka pranu islamin është e çuditshme. Sa kushtet e ka qitë pejgamberi sa ajeti ka zbrit për te, të lyp arsyetim, të lyp pendim, edhe të gjitha Allah subhanahu wa ta'ala ka pranu me ajet ato që i ka lyp. Edhe ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai mërzitun. Dhe deri sa në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, ky që e ka myt Hamzën, e ka myt Musellemetul Kedhabin, edhe ka thonë, alhamdulillah, tash, e ku myt një të mirë muslimanve, e ku myt tash një të keq. Ti të shme barazu se ke bo zarar. Kër ke bo zarar muslimanve, kër ke hinë hak muslimanve, je pendu, tamam, veç tash du të mi dhonë zër, edhe njëherë ma shumë se së ke dhonë atëhere, për me mbrojt e sunetin, për me mbrojt ata të cilët ngritin fjallën e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa qul lil ladhina utul kitaba wal ummiyina aslamtum, thuaj atyre që kanë gabua, kofshin që janë edhe qafira krejt, mushrik, ehlul kitab, po edhe qofshin që janë të devijuar, urdhani ktheheni, pendonu se vallahi na nuk fitojna kur gjë me shkua krishterë në xhenem. Sfitojna kur gjë, na lutim Allahun që ata krejt me pranu islamin. Edhe jahudit, edhe mushrikët, edhe këtë kush është, që Allah son të qonë e pranën islamin krejt, largohen për kufrit e për shirkut e për idhujtarisë e krejt. Punojnë si pas asaj që ka thonë Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qefion është njerëzit me adhuru Allahun, nuk është qefion njerëzit me bërë shirk Allahun. Edhe për këtë qef që e kemë, do të me kallëzu praktikisht. Me kallëzu praktikisht është me thirë, me vdhon mundësien. Fejnë eslemu, se ka dihë të devu. Nëse pranojnë islamin, të gjithë janë të pranuar. Edhe grupet e devijuara, kush do që do më këthyt e lusunetit, të gjithë e kanë rrugën qelë. Në të kthehen, edhe mirë është më këthy, se fiton islami me grupacione, me përqarje. O në të wallau, po nëse spranojnë, fejnë në malek el belag, ti e ki për detyrë vetëm komunikimin. E që ka pjesë ajetit është anullume. Ti e ki për detyrë vetëm komunikimin, ka qenë detyrë deri sa ka zbrit ajeti, udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu. Deri kur leju lufta. Kur leju lufta, ma nuk është detyrë veç komunikimi. Ka dhe detyra tjera për të komunikimit. Wallahu basirun bil ibad, Allahu subhanahu wa ta'ala i sheh robrit e vet. Inna alladhina yakfuruna bi ayatillah, ata që mohojnë argumentet e Allahut, Kur'anin e Sunetin, wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq, edhe i vrasin pejgamberët me pa të drejtë. Se kur pejgamber me të drejtë nuk ka mundësi më vrasë, se ekziston mundësia, se s'bën pejgamberi një gjuna i cili është pa të drejtë, se ekziston, s'ka mundësi një pejgamber më vra me të drejtë, se e bën një gjuna pejgamberi dhe e meritën vrasin, s'o kështu se pejgamberët nuk bën gjuna. Kushdo që i mohon argumentet e Allahut, Kur'anin dhe Sunetin, ose diçka prej Kur'anit e diçka prej Sunetit të saktë, çka do, o yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq, edhe i vrasin pejgamberët, ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط من الناس, edhe i vrasin ata të cilët i urdhërojnë njerëzit muslimanë për të mirë. Ata që i urdhërojnë njerëzit muslimanë për të mirë janë dietarët e tyre dhe udhëheqësit e tyre të drejtë. Kushdo që i vret ata për shkak të punës që i bojnë ata, është kafir. Kushdo që i vret udhëheqësit e muslimanëve të drejtë, se ata për drejtojnë udhëheqësit për drejtojnë muslimanët, për të fjala e Allahut, shka i të i vrati këta, për më hinë se va pashka. Kushdo që i vret djetarët e muslimanëve, pse po mësojnë njerëzve,
fen, vrasja e tyre është kufër. Vrasja e djetarët muslimanve për shkak të veprimtarisë e tyre është kufër. Vrasja e udhëheqësve të muslimanve për shkak të veprimtarisë e tyre në ngritjen e fjalës së Allahut është kufër. Por nëse udhëheqësit e muslimanve e bën gjunon që meriton vrasjen, ata vriten, fi vetë muslimanve. Edhe dietarët, nëse e bën gjunon që meriton vrasjen, ata vriten. Po nuk vriten për shkak se po i urdhërojnë njerëzit për të mirë, e pindalojnë nga keqja, por vriten për gjunon që e kanë bën. Ama me pejgamber s'o kështu. O yamrun an-nabiyina bi ghayri al-haq, i vrasin pejgamber pa drejt, se kur pejgamberi me drejt s'mundet më vra. Dietari musliman, a mundet më vra me drejt? Mundet. Nëse një dietar musliman bën amonalitet, duke qenë i martuar, a vritet. Po vritet. A vritet me drejt apo pa drejt? Me drejt. Ama një pejgamber s'mundesh me vrasë kështu, se pejgamberi se bën çat punë, hiç kur. Ose një udhëheqës i muslimanëve, nëse e myt një musliman pa të drejtë, qitet në gjykat. Dhe gjyqtari, nëse dënon me vrasje, vritet me të drejtë. Udhëheqësit e muslimanëve, nëse luftohen për shkak të udhëheqjes së tyre për të fjalën e Allahut, është vepër e kufrit. Dietarët e muslimanëve, nëse vriten për shkak të veprimtarisë së tyre në ngritjen e fjalës së Allahut që drejtojnë popullin, është kufër, del për feje. Dhe kushdo që ju ndihmon atyne të cilët i mbysin këta, edhe ai del për feje barabar me ata. Edhe nëse i ndihmon me lëvizje syrit, jo me fol hiç, e minimum me dur hiç, e me shkru hiç, ama kur të vesh në ata, ku shkoj që e djetari? Kafir. Se ke livrit synin, ke kallzu, ke dhe ndim. Febeshirhum bi adhabin elim. Kallzoj atyre që kanë marrë dënim të madh. Dënim dhimbshëm. Elim është i dhimbshëm. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Që ta që i mysin dietarët e muslimanëve, edhe udhëheqësit e drejtë të muslimanëve, këta mund me pas vepra të mira. Ta mund edhe më fal, ta mund edhe më agjëru, ta mund edhe më kon haxhi, hiç problem. Habitat a'maluhum fi dunya, i kanë hub veprat në dunja, hala pa shku në ahiret. Pa fil ahiret, edhe në ahiret i hubin krejt. As që pranohet sadakaja, as që pranohet haxha, as që pranohet namazi, as që pranohet agjërimi, as që pranohet asnjë vepër e mirë edhe nëse i bën. Pse? Po çka ka dalë ti punë me myt ulemat e muslimanëve. Çka kite që i myt udhëheqësat e drejtë muslimanëve, të drejtojnë shariatin e Allahut. Ti përse vapsën i myt këta? Se përse vapsën me të shmyr një mu. Wa ma lahum min nasirin, atë në dunja këto do i dalin ndihme i nimojnë, ka pak e monuan me arsyetua pa badjava se së në arsyetën hiç, ama në ahiret bash hiç e hiç. A antum ulai hajajtum fil hayati dunya. Jo, do disa japën zor mi mbrojt ka pak këtë dunja. Faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah. Kush do me dal mi mbrojt ata te Allahu ta në ditë kiametit se. Kush ka vaj? Ama ta Allahu subhanahu wa taala ditën e kiametit në gjallë është tir. Wa ma lahum min nasirin, s'ka kush ndihmon. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.